Pozita e nënës në Islam. Nuk ka në botë ngrohtësi më të mirë se sa ngrohtësia e nënës. Ndaj nënës ke detyrim të madh, nëse ke kuptuar. O ti, që gjërat e mëdha i merr me lehtësi, sa net pa gjumë ka kaluar për shkak të barrës tënde. Ti ankohesh për mungesën e ngrohtësisë dhe dashurisë së saj. Sikur të ishe në vendin e saj, të ta kuptoje se sa e vështirë është. Sa herë zemra e saj ka fluturuar nga gëzimi për ty. Sa herë të ka larë me duart e saj. Prej gjirit të saj qumësht të shëndetshëm ke pirë. Allahu i lartësuar flet për Isain alayhis salam. Më ka bërë të mirësjellshëm ndaj nënës time, e nuk më ka bërë krye lart, as të padëgjueshëm. Surja Maryam 32. Mendo një herë kur ishe i vogël dhe i dobët. Kujto vuajtjet dhe mundimet e nënës në kohën kur barku i saj ishte vend strehim për ty. Kur gjaku i saj ishte ushqim për ty. Allahu thot: ne e urdhëruam njeriun t'u bëj mirë prindërve të vet, nga se nëna e vet me mundime barti dhe me vështirësi e lindi. Surja Kahf 15. Ne njeriun e kemi urdhëruar për sjellje të mira ndaj prindit të vet, sepse nëna e vet atë e barti me mund pas mundi. Surja Luqman 14. Pavarësisht nga kjo, kujto çastet e gëzimit të saj kur të lindi ty. Kështu që bindja ndaj prindërve është detyrë dhe të sillesh mirë ndaj tyre është domosdoshmëri. Por nëna është e para që meriton ngrohtësinë, kujdesin dhe respektin. Në lidhje me këtë, një burr shkoi tek profeti alayhis salam dhe i tha: O i dërguari i Allahut, kush e meriton më shumë për kujdesjen time? Ai tha: nëna jote. Burri tha: pastaj kush? Ai tha: nëna jote. Burri tha: pastaj kush? Ai tha: nëna jote. Burri tha: pastaj kush? Atëherë profeti alayhis salam tha: babai yt. Në një hadith thuhet se një burr i kërkoi leje profetit alayhis salam të merrte pjesë në luftë bashkë me të, por ai alayhis salam e urdhëroi të kthehej dhe t'i shërbente nënës. I mirë i tij, kujdesu për nënën, qëndroj pranë, sepse xheneti është nën këmbët e saj. Kur Ebu Hurera radiallahu anhu dëshironte të dilte nga shtëpia, ai qëndronte para derës së dhomës së nënës dhe i thoshte: paqja, mëshira dhe mirësia e Allahut qoftë me ty, o nëna ime. Kurse ajo ja kthente: paqja, mëshira dhe mirësia e Allahut qoftë edhe mbi ty, o biri im. Pastaj ai thoshte: të mëshiroftë Allahu, o nëna ime, ashtu siç më rrite kur unë isha i vogël. E ajo ja kthente: të mëshiroftë Allahu, o biri im, ashtu siç më respekton mua në moshë të thyer. Një natë prej netësh, nëna e Abdullah bin Mesudit radiallahu anhu i kërkoi atij ujë. Ai shkoi të sillte ujin dhe kur u kthye e gjeti nënën në gjumë. Nuk e zgjoi nga gjumi që të mos e shqetësonte atë, por as nuk u largua nga frika se mos zgjohej dhe nuk gjente ujë për të pirë. Kështu që qëndroi pranë saj me enën me ujë në dorë deri në mëngjes. Ibn Hasan e Temimi, Allahu e mëshiroft, donte të vriste një akrep, i cili iku dhe u fut në një vrim të murit të shtëpisë. Pasi e ndoqi nga pas, e bllokoi vrimën në mur me gishtat e tij. Ndërkohë, akrepi e pickoi atë në gisht. I than: përse veprove kështu? Ai i tha: pata frikë se mos dilte akrepi dhe pickonte nënën time. Një ditë Ibn Aunin e thiri nëna. Ai u përgjigj nënës me një zë më të lartë se sa zëri i saj, me qëllim që ajo ta dëgjonte. Ai u pendua për këtë dhe liroi 2 skllëvër. Muhammed bin El Munkedir qëndronte gjithë natën zgjuar dhe i bënte masazh këmbëve të nënës së tij, kurse xhaxhai i tij, i cili e kaloi natën duke u falur, tha: më ka gëzuar më shumë shërbimi që i bëri ai nënës se sa adhurimi që bëra gjatë gjithë natës. Babai paraqitet të ofrojë anën ekonomike dhe të të sigurojë një jetë të qetë. Nëse ti largohesh prej tij, atë e ka plon sikleti dhe mërzia. Nëse smuresh, ai preokupohet dhe shqetësohet për ty. Ai përpiqet për edukimin dhe përmirësimin e personalitetit tënd.
Nëse e viziton atë, ai buzëqesh dhe ndjen kënaqësi, ndërsa kur largohesh, zemra e tij lidhet ngushtë me ty. Të ushqeva kur ishe i vogël, të rrita derisa u bëre djalë, u lodha duke u përkujdesur për ty. Kur ndonjë natë ti sëmureshe nuk kam qëndruar, vetëm se zgjuar dhe i shqetësuar. Mua sikur më godiste njeri dhe sytë më mbusheshin me lodhë. Shpirtërisht friksohem për ty se mos të humbas, por në të vërtetë unë e di se vdekja është një borxh i përcaktuar. Babai është dera e mesme e xhenetit. Nëse do, lëshoje derën, e nëse e do, ruaj atë derën. Kështu që i zgjuar është ai që i bindet prindërve, i trajton me mirësi, fiton kënaqësinë e tyre, i mëshiron ata, madje nëse është e nevojshme, merr përsipër për kujdesin e tyre. Njëri nga respektuesit e prindërve e mori rrogën në fund të muajit, pastaj i vendosi lekët mbi tavolinë përpara prindërve dhe tha: "Merrni nga rroga sa të dëshironi dhe lini sa të dëshironi. Çfarë të merrni është më e dashur për mua se çfarë të lini." Ka të rinj që i vizitojnë prindrit e tyre çdo mëngjes përpara se të shkojnë në punë, me qëllim që t'i pyesin, të mos ndihen të vetmuar dhe t'i përmbushin nevojat e tyre. Respektuesi i prindërve nuk bën dallime midis tyre, por tregohet mirëbërës. Dhe kur komunikon me ta mundohet të gjej fjalët më të përzemërta dhe shprehjet më të ëmbla. Çfarëdo fjalë dhe shprehje që përdor gjatë komunikimit me ta nuk konsiderohet e prim. Respektuesi i prindërve, me mjeshtrinë e tij personale, mundohet të krijojë momente dhe situata të këndshme me qëllim që prindrit të jenë të lumtur dhe të gëzuar. Moto e karakterit të tij është edhe dhënia e dhuratave më të mëdha për prindrit, të cilët janë njerëzit më të dashur të zemrës së tij. Gjithashtu respektimi i prindërve bëhet shkak që ata t'i luten Allahut sinqerisht nga thellësia e zemrës dhe të tregohen mirënjohës ndaj fëmijës për kujdesin ndaj tyre. E lutim Zotin e gjithësisë të na bëjë prej atyre që i duan dhe i respektojnë prindrit. Amin.